Blogerja Sara Hoxha dhe reperi Ledri Vulla trazuan rrjetin 2 vite më parë me lajmin se i kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre, e cila kanë edhe një vajzë po e mblum. Megjithëse nuk u bë ditur asnjëherë arsyeja e ndarjes së tyre, burime të ndryshme treguan detaje në atë kohë se shkak e ndarjes u bë dëshira e Sarës për të ndjekur karrierën në ekranet televizive, për të cilën Ledri Vulla nuk ishte as pak dakord në projekte të ndryshme si pjesëmarrja në filmin Në kuadër të dashurisë. Ndërsa Sara ka qenë më e rezervuar për ndarjen nga Ledri, reperi ka folur hapur për këtë periudhë të jetës së tij në intervistën me Arbana Osmanin në emisionin Një mbrëmë yje, dhënë ky në nëntor të vitit të kaluar. Pas ndarjes, mediat e Ros kanë alertuar disa herë për lidhje të mundshme të Ledrit, fillimisht me Rina Zaitin dhe më vonë me Xhensila Mirtezajin. Mirë, këngëtarja ka mohuar çdo përfshirje romantike, duke theksuar se afiniteti i tyre lidhet vetëm me bashkëpunimin muzikor të fundit. Ndërkohë, burime të ndryshme raportojnë se dhe Sara Hoxha është në një lidhje të re dashurie. Partneri i saj nuk është një personazh publik, ndërsa burimi shton se ata kanë qenë në njohje për disa muajsh përpara se të vendosnin të konkretizonin marrëdhënien e tyre. Ende të ka një reagim nga dhe Sara Hoxha lidhur me lajmet e përhapura në media. Për informacionet minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona Lit.